Ju përshëndes zonja dhe zotrin, ju ftoj të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuarit. Sot shënohet 8 dhjetorit dita kombëtare e rinis, shpallur që nga viti 2009 nga Kuvendi i Shqipërisë si një fest kombëtare në nderim të studentëve të dhjetorit 90, por edhe gjithë rinis shqiptare, por si na gjen ky përvjetor në 13 vite, sipas statistikave 45% më pak të rinj në Shqipëri. Për të folur për këtë dhe shumë çështje të tjera të aktualitetit politik, më lejoni t'ju prezantoj të ftuarin e sotëm, është Lefter Maliqi, ish deputet, por edhe drejtues politik qarku Berat i Partisë së Lirisë. Maliqi, mirë se vjen. Përshëndetje dhe kënaqësi. Tani është krejt e natyrshme që pyetjen e parë ta kem në lidhje me ditën kombëtare të rinisë të demokracisë. Si përjetoni ju pas kaq vitesh? Është një ditë e madhe. Sakrifica, guximi i studentëve të dhjetorit 90, të cilët ndronin një Shqipëri të lirë dhe europiane. Aktualisht mbas 35 vite shikojmë një Shqipëri krejt ndryshe, pavarësisht se demokracia në thonjza e cila është në pikjat në Shqipëri, sidomos të 13 vitet të qeverisjes së rilindjes. Shikojmë një Shqipëri me një shpopullim masiv të rinjve, me një kriminalitet, me një demokraci të cunguar, që do të thotë që hëndra e tyre ende nuk është bërë realitet pas 35 vitesh, del një detyrë shumë e madhe, sidomos e opozitës së bashkuar, për ta çuar misionin dhe ëndën e tyre deri në fund. Opozita e bashkuar dhe Partia Demokratike disa aspiratat të tyre i realizoi, për lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian, Shqipërinë në NATO, por këto 13 vite kemi hapa pas galopante dhe pothuajse jemi në një narkoshtet, ku parat e krimit të oligarkëve të drogës përdoren për lobingje edhe me të huajt, por edhe për të përçarë opozitën. Pra jemi në një situatë pothuajse edhe një rikthim, por pa të rinj si në vitet 90, ku duhet një guxim i madh për të shembur të diktaturë të re që është instaluar de facto në Shqipëri. Zoti Maliqi, ju keni qenë aktiv edhe kohët e fundit, sa i takon jo vetëm qëndrimeve politike, por edhe denoncimeve që keni ndërmarrë në mënyrë ligjore institucionale në institucionet e drejtësisë. Çfarë bëhet me dosjet që ju keni dorëzuar në SPAK dhe çfarë mendimi keni ju për reformën në drejtësi? Reforma drejtësi u bë me orientim të Sorosit, me presion pothuajse të tyre, ku votuar në mënyrë në blok në gjithë parlamenti i Shqipërisë. Reforma në drejtësi deri të paktën para disa muajsh ka goditur rënd opozitën dhe SPAK-u ka qenë një levë në dorën e zotit Rama. Këto kohët e fundit ka një lloj lëvizje mbas fitores së Donald Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një goditje tek mazhoranca që është e dukshme, sidomos veprimi i prokurisë posaçme të SPAK-ut për dhe i gjykatës kundër krimit organizuar pranë SPAK-ut, e cila ka dhënë masën e pezullimit për numrin 2, që pothuajse është aty me Ramën, se bashkë i kanë bërë zonjën Balluku, dhe po shikojmë që Rama me fjalë po i bën presion gjykatë kushtetuese, presion drejtësisë, ndërkohë që këtë nuk e ka bërë as me zotin Ametaj, as me zotin Veliaj, as me Beqen, as me Kokën, as me të tjerë drejtues të zgjedhur nga populli, të cilët janë në burgje apo dhe një pjesë e tyre dhe kanë dalë në burgje, që do të thotë që zonja Balluku e dha mesazhin që unë nuk jam zoti Veliaj, as të tjerët, në një shtator në kryeministri, dhe të gjithë e dim që të gjitha vjedhjet abuzimet janë me dijenin drejt për drejt të titularit, që rasti konkret është zoti Rama, dhe të tjerët që janë poshtë janë bashkëfajtor, por sigurisht që korrupsionin më galopant drejtohet drejt për drejt nga ai.
Unë kam thënë dhe e them që me qenë se vin nga profesioni i policisë së shtetit, por kam punuar në drejtimet komisariatet të policisë, kam arrestuar kriminale edhe me burgim të përjetshëm, por kam qenë dhe zëvendës drejtori i përgjithshëm i burgjeve dhe di dhe situatën në burgje, në të gjitha burgjet e Shqipërisë, por dhe drejtues vendor dhe antari i Komisionit Sigurisë Kombëtare prej 7 vitesh në Parlamentin e Shqipërisë, që do të thotë situatën politike në Shqipëri edhe të sigurisë e njoh shumë mirë, dhe çdo gjë është e lidhur drejt për drejt me këtë narkoshtet. Mos harrojmë që në kohën e Partisë Demokratike ishte një fenomen, një fshat i vogël Lazarat, i mbjell me drogë, pavarësisht goditjeve që i bënte her pas here Partia Demokratike, por nuk arriti me fjalë në masën 100%, dhe ndodhi që me një bujë të madhe nga ish ministrendit Sajmir Tahiri, me forcat e rënea speciale për plasje të mëdha, arriti që të bënte disa goditje në Lazarat dhe më pas të mbilte gjithë Shqipërinë me drogë. Duke keq përdorur zotin Tahiri, e të çoi edhe në shtëpinë e bardhë, më pas e futi në burg, e keq përdori dhe e hodhi. Mos harrojmë një gjë që të gjithë këto lekë të drogës, të avionëve që binin si mi shkojnë në Divjak apo në zona të tjera, trafiku nga porti, nga deti, nga toka dhe nga ajri, të gjithë këto lekë të pista u përdorën me fjalë për të lobuar me ndërkombëtarët, siç ishte rasti me Gonigalit, por edhe me ambasador, por edhe me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian, me afera korruptive, vetëm që vetmi qëllimi i tij ishte që mbas marrjes timonit të tepsisë në 2017 të godiste rënd opozitën. Dhe nëpërmjet Sorosit bëri reformën drejtësi dhe goditi rënd opozitën, ku mbajti në arrest shtëpie për një vit Sali Berishën, pa asnjë provë dhe asnjë fakt, dhe vazhdojnë telenovela e famshme me Spakun, ndërkohë që arrestoi në mënyrë banditeske ish presidentin zotin Meta, antikushtetuese, nuk ka ndodhur ndonjëherë, sikur zoti Meta ishte në një terrorist, vrasës, i krimit organizuar, e morën mes Tiranës aty te Casa Italia me orkestrim nga ish ministrendit e Hoxha Xhakaj, të cilin e keq përdori dhe ata e hodhi, apo ish drejtorat e përgjithshëm të policisë, bën filmime për t'i treguar shqiptarëve dhe opozitës, kur unë marr me forcë një ish president dhe ish kryeministër, kur unë arrestoj me arrest shtëpie një ish kryeministër tjetër, nuk pyet njeri për demokratët dhe opozitarët. Por mos harrojmë që me këto lekë të drogës, të këtyre koncesioneve, të incenatorëve, të këtyre pastrimit parave, të vilave gjigande apo pallateve gjigande që janë bërë në Tiranë, ky arriti që të blinde edhe një pjesë të opozitës, plus goditjes që i bëri me fjalë me Spakun e partisë në atë kohë opozitës bashkuar, duke i bërë presion edhe zotit Mediu, duke marrë në tim për një çështje të mbyllur, pra bëri të mundur me fjalë i mbajti dhe vulën Partisë Demokratike, keq përdori zotin Basha dhe Spaku, pra konkluzioni është Spaku u përdor nga zoti Rama, por këto kohët e fundit ka një lëvizje krejt ndryshe. Për të dalë edhe te pyetja juaj, unë kam qenë i vetmi dhe jam i vetmi në Shqipëri, pavarësisht se këto kohët e fundit kanë dalë politikanë të tjerë dhe të djathtë për krimin elektoral, por unë në 2023 me provë, me fakte të pakundërshtueshme, pavarësisht se zëri i opozitës, i Partisë Lirisë dhe i Partisë Demokratike do të ishte edhe më i madh, pavarësisht mbrojtjes që më bën përfaqësues të tyre ligjor, por unë do të them nuk e morën kështu me vendosmëri zbatimin e ligjit në një bashki të grabitur të Kuçovës, e shikojnë Kuçovën sikur është bashki e vogël, por nuk është bashki e vogël, është më madh se bashkia e Kuksit apo dhe e Librazhit, bashkia e dytë në qarkun e Beradit, në një zonë me naftë edhe ku është edhe instaluar edhe NATO tek pista e aviacionit, me bazën ajrore të Kuçovës. Mos harrojmë që unë kam denoncuar apasapi dhe vazhdon me fjalë për të dalë te Spaku i famshëm, sepse te ju po jap lajmin e parë me fjalë në një përgjigje zyrtare të zotit Domani dije, po nesër do ta bëj faktike, pasi më keni parë disa herë pranë Spakut. Duhet ju them që denoncova që në moment e para, në bazë ligjit të organizimit, kryetarin e bashkisë ende në detyrë, që në momentin e konkurimit që do të lindë mandatin, pasi ne kishim me fjalë me vull apostile një dënim të fshehur duke qenë prezent në sallën e gjyqit në Greqi, të fshehur 2 herë. Dhe ligji i organizimit thotë, e zeza me të bardhë, në momentin që ti fsheh një dënim pavarësisht masës dënimit në formularin e dekriminalizimit, automatikisht lë mandatin dhe kalon ndjekje penale. Vazhdoi
nuk e la në detyrë, në vazhdova betejën ligjore për Bashkinë e Kuçovës, ma grabitën duke më ndëruar kutit në Kazazën e Kuçovës, e trondita Kuçovën e majt, sepse të majt e ndershëm dhe demokratë e ndershëm më besuan për shkak të gjurmëve që unë kam lënë në qarkun e Beradit, në komunën në komshi me ta, komuna më madhe e Beradit do t'lak Berat, ku kam dyshuar gjithçka në atë zonë me 3 vjet kryetar, ish kryetar komune, dhe në këtë kohë bëra të gjitha denoncimet që nga KQZ-ja, në KAS, vatim në kolegj, dhe kolegji me fjalë krijoi atë besimin e parë që që doli një organ i drejt, i cili do të hapin kutit dhe do të vendosin veton. Hapën kutit, të 6 kutit që unë dyshoja që u ndërruan kutit në Kazazën, sepse në orën 11 natës, ditën e fundit që dorëzuan kutit, gjithë Kazazeja iku, gjasme për t'u larë, unë s'kisha antar Kazazeja sepse kishte Lul Basha, kishte kandidat Alibejit aty dhe kandidat Partisë Socialiste, dhe në momentin e mbyllin Kazazën, rrethohet me policë dhe arreshti i fundit ishte në një dhomë të fshet i kutive, dhomë të fshet me qendrën e kulturës së bashkisë, me 3 dyert, pra kishin çarë në mbrapa murit, kishin vënë dollap, kishin çarë derën dhe kalonte në errësirë në shkollën e mesme. Dhe këto 6 kuti ishin kutit që bën ndryshimin. Pra deri në orën 11:30, sepse këta mu larguan 2 orë dhe erdhën mbas 2 orës, që s'ka ndodhur në Shqipëri, dhe në orën 12:30 të ditës tjetër. Gjithçka inskenuar. Pra, ata ndruan kutit, me proces verbale ishin falso, pamjet filmike i nxori kolegje që nuk kishte pamje filmike në këto 6 kuti, dhe në këto 6 kuti ndodhte çudia më madhe, 300 me 30, ndërkohë që unë isha rreth 500 vota para deri në orën 12 të drekës ditës tjetër në kutit që u hapën. Si bëni këto llogarit, Malishi, që jeni 500 vota para, 200 vota sepse në numërimin që u bë të kutive, në 64 kuti që ka Bashkia Kuçovë, pra në 56-57 kuti unë isha në numërimin që u bë aty në përtavolina, isha 462. Te këto kutit e fundit ndodh çudia, nuk ndodh kurrë. Te këto që dyshoja unë, ndodh çudia, 300 ai, 30 unë, 200 ai, 20 unë, nuk ndodh kurrë kjo. Pra standardi është pothuajse i njëjtë me plus minus 10 apo 20 vota në përqendra votimi. Tani, pavarësisht kësaj, vazhdova përsëri me zotin Celibashi për të kërkuar largimin në bazë ligjit të organizimit, bëj kallëzimin në SPAK për falsifikim të formulare, mblidhet KAS-i, pra Celibashi e mban detyrë jashtë ligjit Ajdarin, ndërkohë që mblidhet me fjalë KAS-i dhe KAS-i e rikthen përsëri Celibashit me fjalë për ta shkarkuar Ajdarin. Ndërkohë gjykata e posaçme dhe SPAK-u vazhdonin hetimet dhe dënuan 1 vit burg, pranoi gjykimin e shkurtuar, 9 muaj burg dhe u dënua me 150 orë punë. Gjatë kësaj kohe, avokati i tij Dhor Sollaku ankimon vendimin e KAS-it, e ankimon gjykatën administrative Tiranë, pra cirk, po themi ne me drejtësinë, vetëm që ky të shtynte mandatin. Gjatë kësaj kohe ne vend gjykatë administrative para 1 viti, gjykata administrative na njofton se zonja gjyqtare ishte me leje lindje dhe kthehet mbas 1 viti, vazhdon gjykimin seancën e parë dhe seancën e dytë me fjalë pushon gjykimin dhe thotë shpall mos kompetencën. Nuk është kompetencë e gjykatës, nuk është. Ndërkohë zotëria vazhdon mandatin. Dhe çon Celibashi dhe i vazhdon detyrën, ndërkohë që Celibashi me fjalë akoma nuk na ka thirrë. Përveç kësaj, unë kam vajtur disa herë në SPAK, kam bërë disa denoncime dhe kam thënë edhe për korrupsion. Dhe kam thënë 11 kallëzime për këtë Ajdarin bashkë me oligarkun Salilari dhe të tjerë. Dhe kam thënë nuk ka SPAK mbi tokë dhe nën tokë, prokurori mbi tokë dhe nën tokë, siç është Berati, që të mbuloj këto krime me tendra korruptive. Sepse unë përpara se të jem politikan dhe deputet, kam qenë drejtues i mirëfillt i policisë kriminale. Pra unë flas vetëm në bazë provash. Ja kam mbledhur me prova, pra kanë marrë miliona euro pa leje mjedisi në zonë të mbrojtur, krim elektoral, asfalt me asfalt, çakull elektoral, ndarje ndimash në kohën e fushatës. Dhe tani përveç kallëzimeve që unë i kam bërë. Janë pranuar kallëzimet tuaja? Po, përveç kallëzimeve që unë kam bërë her pas here, i kam dërguar 4 memo me fjalë drejtuar Dumanit dhe asnjë përgjigje. E fundit ishte tani që le detyrën, u thirrën të gjitha mediat dhe i dërgova memon e fundit me një kallëzim shtesë për 1 milion euro, tender i dyshuar abuziv dhe korruptiv, që ka marrë një shkollë që ka marrë NIP-i Sadria Bazi, sepse këta kështu janë të lidhur. Denoncimi juaj i fundit, mos dhe zoti Dumani më ka kthyer përgjigje, nëse do ta bëj publike, që zoti Ajdari është nën hetim. Pra, është në hetim për 4 çështje penale, ndërkohë që dhe avokati Langozi dhe Albana Vokshi kanë bërë kallëzime të tjera, ndërkohë që është dhe një hetim tjetër në prokurinë e Beratit. Pra e tregova këtë si histori që nuk ndaloj nga kjo betejë ligjore,
për të thënë që me fjalë ky sistem vazhdon të jetë i kapur, vazhdon të jetë selektiv, besoj dhe shpresoj që këtë betejë ligjore ta çojë deri në fund, megjithse mandati po mbaron. Por çfarë ndodh në Shqipërinë e korruptuar dhe të famshme? Dhe pse opozita është pothuajse në këtë gjendje? Është për këtë që thash, sepse një pjesë e drejtuesve politik të Partisë Demokratike, por dhe të opozitës bashkuar, me fjalë kanë interesa korruptive, klienteliste, emërime, tendrash, lëvizje dhe kjo ka bërë që ka futur... Do të themi dhe emra, ma dhe kjo ka bërë që ka futur thetrat. Tani, e nderuar dhe nderuar teleshikues, Sali Berisha është i vetmi pothuajse që është në mision. Dhe misioni i tij është rikthimi i fitores tek demokratët. Vuajti shumë, një vit në arrest shtëpie, e mbajtën qëllimisht, i mbajtën vullun, e mori Partinë Demokratike në një situatë të vështirë, opozitën e bashkuar në një situatë të vështirë, u kthye, e ka thënë dhe vetë që sepse s'kishte as pushtet lokal 4-5 bashkime mezi u morën për shkak të këtyre që unë them, dhe ka thënë dhe vetë që ky kod zgjedhor është kodi më i keq, më i korruptuar, edhe për demokratët. Tani, unë jam ndër zërat e veçantë ose të një është mbledhur ndërkohë edhe tryeza e partive opozitare para disa ditësh. Kishte zëra dhe Berisha e pranoi që do të jetë kod reformën zgjedhore dhe ato që e cilësoi ç'reformë administrative. Berisha e pranoi që të dyja reformat janë reforma shumë të këqija, pra duhen ndryshuar. Dhe unë po ju them, e kam thënë, Berisha nisësh në Selaniku, vinden Librazh dhe Vonkorç, vinden Kuçoll në Durrës, Tiranë brenda ditës. Këta deputet të listave të mbyllura, me fjalë pjesa më e madhe, nuk po i them të gjithë, fusin duart në xhepa, bënin takime me strukturat. Sali Berisha, se unë jam i brendshëm, i çonte mesazh, ishte dorë në strukturat, po takoni me popullin. Këta çfarë bënin, për çan kandidatët e opozitës? Dhe nga strukturat s'duhet hequr dorë liçi. Pra masakra, jo. Strukturat janë kapilarët e... Një sekond, pra strukturat e nderuar, strukturat, bëhet prezantime strukturat në fillim, pra në momenti që ti shpallesh. Pastaj strukturat punojnë me popullin, jo të vetë unë të strukturat, se po vajta vetëm të strukturat mbaroj. Pra unë do vija... Si u pironi ju në partinë tuaj të Liris Baliqi, meqense jeni dhe drejtues politik Qarku Berata, keni ju një analizë politike... Për ta nxjerrë konkluzionin, pra masakra elektorale, unë si heq asnjë presje të gjitha denoncimeve që ka bërë Sali Berisha. Por nga ana tjetër, të pranuara dhe nga zoti Berisha, nga ana tjetër çaloi puna edhe të drejtuesit politik, çaloi puna të lista e mbyllur. Pra, kishim dhe ne gabimet tona. Unë, për shembull, për pjetë dhe të gjithë, nuk e pranoj kurrë rezultatin e Beratit. Pra, rezultati i Beratit, minimale duke qenë lista për unë, do të ishte 4-3. Po të isha drejtuesi të gjithë fushatës opozitës, do ishte 4-3 për ne. Tani më dëgjoj me mendje. Dhe unë nuk e pranoj këtë. Nuk dëgjoj me shumë vëmendje, por kam bërë një pyetje, Maliqi, si e keni bërë ju analizën politike në qarkun tuaj? Unë për vetë time nuk kam që analizë të bëj. Se rezultatet nuk i ndryshojnë do tani. Më falë qik, unë s'kam që analizë të bëj, sepse Lefter Maliqi ka marrë 5222 vota në qarkun e Beratit, i dyti në listë hapur dhe të tjerë të 5 bashk, morën sa vota mora unë, mbas meje. Ndërkohë që i pari që është njeri shumë i nderuar, mori 7000 sa vota, zoti Mamutaj, por ishte orientim politik, pra është shumë i fortë në qytetin e Beratit, ndërkohë që unë forcën më të madhe kam në zonat rurale edhe në Kuçov, por unë isha i vetëm, pra më sulmoj dhe PD-ja, më sulmoj dhe PS-ja, më futu në mes si të vetmi person që merja votat të majta, më nxorën probleme të numërimi në qytetin e Beratit, në Poliçan edhe në Dimal, pra unë nuk bën ankimim që mos thoshin demokratët që Lefter Maliqi po bën ankimim, por unë dola ndër më të votuarit e Partisë Lirisë në shkallë republike. Dhe kjo mjafton të mos bëni analizë politike po thonë? Po, unë kam bërë analizën time. Unë kam bërë analizën e qarkut, sepse unë analizën e kam të gjithë bashkë me Partinë Demokratike në qarkun e Beratit për të marrë Bashkinë e Beratit dhe Bashkinë e Kuçovës. Dhe të dyja bashkit merren vetëm nëse do shkëputen këto lidhje klienteliste të demos së Beratit me kryetar bashkisë me disa eksponent të Partisë Demokratike, që gjë që zoti Berisha e di, dhe unë kam bindje totale që do vendosen pikat me i, do të bëhet një analizë dhe të dyja bashkit janë të fitura. Se pa fitoren e bashkive, nuk fiton do të pushtetin qendror.
një pyetje, pse në Kavaj fituam ne pavarësisht masakrës elektorale, se kishim kryetar e bashkisë. Pse në As, pse në Mirdit, pse në Fusharë, pse në Puk, pse fituam ne, kishte masakrë elektorale dhe ati, sepse kishim kryetar të bashkisë. Prandaj Partia Demokratike e Opozita e Bashkuar do të fokusohet drejt për drejt te zgjedhjet e pushtetit lokal. Edhe nëse do të ketë qeveri teknike dhe unë e besoj që diçka do ndodhi dhe besimi më i madh është tani të ndryrje që po bën edhe Departamenti i Shtetit, po dhe rezolutat që janë bërë në mbrojtje të demokracisë në Shqipëri dhe kundër masakrës elektorale apo zgjedhjet pa barabarta në Shqipëri, prapse ne do të kushtojmë rëndësi forcimit të strukturave, rihapjes dhe riorganizimit me themel të Partisë Demokratike, sidomos si forca më madhe. Se Partia e Lirisë është partia e dytë, e tretë, e dytë në opozit, por pa Partinë Demokratike nuk fiton dot. Është leva kryesore, lokomotiva kryesore që treq vagonet e tjerë të opozitës që çon drejt fitores. Unë kam besim të patundur tek zoti Berisha, i cili ka nisur analizën, ka çuar të deleguar në përqarqe, por analiza do bëhet pa deputetët. Pra analiza në qarqe, me letër porosi të zotit Berisha dhe të kryesisë, është që ta bëjnë të tjerë të deleguar, të dëgjojnë demokratët, të dëgjojnë pse ndodhi humbja përveç masakrës elektorale. Kush ju dëgjon Maliqi nga ekrani do të mendoj që nuk jeni drejtues politik i Partisë së Lirisë, po i Partisë Demokratike. Pra unë jam tek opozita e bashkuar. Gjithë analizën natyrisht me të drejtë e orientoni tek forca më e madhe politike, por nga ana tjetër edhe partitë e tjera të vogla opozitare duhet të kenë rolin e tyre të rëndësishëm. Tani e thash që sigurisht që dhe ato duhet ta kenë, por pa Partinë Demokratike nuk fitohet. Pra është partia më e madhe. Pra në qoftë se unë kam 70% të votave, 30% i ka Partia Demokratike në Berat apo në Kuçov. Dhe unë tani duhet të marr 10%, 12% të majtëve të ndeshëm të zhgënjur që të arrijnë në fitore. E njëjta gjë është kudo në zonat e majta, se në zonat e vjetra Si shikoni qytetarët, Maliqi, se ju jeni afër tyre, kam ndjeni që keni kontakte me qytetarët. Janë të motivuar? Demokratët, edhe qytetarët gri, por dhe të majtët e ndeshëm, me fjalë janë të zhgënjur, janë të lodhur, por nuk kanë besim të ne, se na thonë ju luftoni njëri tjetrin, ju nuk mbroni njëri tjetrin, ju s'mbroni do të votën. Pra, ky fenomen po ndodh, pavarësisht se unë në zonën time i jap moral. Pra, kjo ndodh dhe unë kam besim që me këtë analizë, me këtë që po ndodh tani në rrethet e Shqipërisë, besoj dhe shpresoj që brenda muajit mars, me qenë se janë zgjedhjet në degët e Partisë Demokratike, deri në nivelet pasaj më të larta, besoj që kjo frym do jetë në rritje. Në rast të kundërt është shumë e vështirë, se ne po ikëm pasaj në një humbje tjetër në zgjedhjet e ardhshme, kjo është fatale për Partinë Demokratike dhe për Opozitën e Bashkuar. Kjo qeveri është shkalbur, kjo është vetëm me skandale, por ka nevojë thjesht për një frym, optimizëm, besim, bashkim dhe një përballje dinjitoze, në mënyrë që të vinë demokratët. Se na thonë demokratë, për këtë do veton? Ai që doli deputet me votat e tua, për këtë do veton? Ai që rrhulet e pi me të majtët, për këtë do veton? Unë po rri 12 vjet, 13 vjet pa punë. Pra demokratët dhe opozitarët duan njerëzit me fjalë që i mbështesin dhe i çajnë hallet e tyre. Dhe nuk duan intrigën, nuk duan pabesim, sepse këta nuk mbajnë. Këta duke qenë më afër, këta duke qenë më afër zotit Berisha, ç'a nuk i thon? Se Servili të kaput në mes. Servili thot, legjend thot, e kemi mirë situatën në Berat, e kemi mirë në Fier, e kemi kështu çketit, po i mbyllim ne, po i bashkojmë ne. To janë gënjeshtra. Do të dëgjoj vetë zëri i bazës dhe Berisha i di gjitha se i vën mesazhe. Po tani ka nisur fakt foltore. Dhe unë besoj dhe shpresoj që do të ndodhin këto ndryshime, sepse këta e nderuar dhe nderuar shqiptar kanë vjedhur aq shumë, po ç'spak thuti. Po ti jetosh kryetar të bashkive, po të marrë celularët, të paktën të këtyre 8 viteve të fundit, do shikosh mesazhe, telefonata, pazare tikën mendja, nuk i fshejnë në emër të kunetërve, në emër të vëllezërve, në emër të tjerëve vetë nuk dalin në skenë. Pasuri marramense. Këta i dani, po themi, ne që çash Kuçova krahasim me Beratin e Demos që ç'ës kanë bërë, edhe i kam thënë as me apartamente vllai i tij në Londër, ka ikur si me emër mbi emër grek. Edhe ja kam dhënë spaku të gjitha të dhënat. Pra nëpërmjet Abi Bank, me fjalë bet dyshimit transfertave dhe ky i nxjerr garanci nëpërmjet apartamenteve vet punonjësve të bashkisë dhe të keshit ku ka punuar ky. Janë të njëjtët personë që marrin vizë dhe garanci nga vllai i tij Angelo Kristos. Kur themi këtë, imagjino kryetarët e tjerë të bashkive, imagjinoni deputetët, ministrat, drejtorat e përgjithshëm. Vjedhin aq shumë sa e ka lënë në Shkëter. E kam thënë për Kuçovën. Unë kam qenë kryetar komune 2 vjet e gjysmë, në Ollak Berati, komuna më e madhe.
Qa ka bërë unë ka ngellë, na ma e Qereshniku deri Lumës, të gjitha, me asfaltim, me shkolla, çdo gjë, qendër kulture me radhë. Tani s'është bërë më asgjë, se këta vetëm vjedhin. Shikojmë Kuçovën, Kuçova ka qenë e para, e keni dëgjuar ju. Në kohën e diktaturës ka qenë ndër të parat Kuçova, sepse zonë e naftës, zonë e pasur, edhe për ekipin naftari, por edhe për gjitha të tjerë ka qenë e dëgjuar. Tani e ke Pellgaçe, e ke me plera, e ke me qen, e ke me një treg si Kandar, vesh duart në kokë. Pse? Se vidhet. Viola Green, 1 miliard e 700 milion pastrimi i Kuçovës. Marcel Sheka që është arrestuar. Pra, pastrimi i Kuçovës bëhet për 200 milion lek, këta e bën tjetër 1 miliard e 700 milion. Vetëm për të marrë 20 apo 30% kryetari i bashkisë e për të vjedhur këta. Vetëm me këtë, pa llogaritur me naftën, pa llogaritur me të tjerat. Zbukurime thot për Kuçovën, këngë koncertot për Kuçovën, lek i dhe vu. Tendri qenve e gjitha në radhë. Sepse është vjedhja e hapur dhe interesi jon i demokratëve, i opozitës, i njerëzve të ndeshëm, është që ne të kthejmë besimin qytetarëve, që ne pushtetin lokal të kthejmë qytetarët dhe pushtetin qendror legislativ të qytetarët. Ne kemi republikë parlamentare, kur e kemi na zegjinet, na sarat, e deri dje na korporatat, tallen shqiptarët e kanë bërë figurën e deputetit qesharak, sepse janë pa nivel, sepse për shkak të kësaj listës që ne themi, besojmë dhe shpresojmë që vota të kthehet drejt për drejt tek populli. Populli ta zgjedhë vetë deputetin, ta zgjedhë vetë kryetarin e bashkisë. Besojmë dhe shpresojmë nuk mjafton, duhet edhe punuar. Po sigurisht. Maliqi, ju falenderoj për bisedën. Ishte kënaqësi, besoj dhe shpresoj që në këtë ditë të shënuar, demokratët, të rinjët, qytetarët, opozita, lideri Berisha, gjithë kampi opozitar të majtë të ndeshëm, të kthejnë syt nga vetja atyre dhe të japin goditjen vendimtare këtij regjimi me votën e lirë për të ndryshuar edhe pushtetin lokal dhe pushtetin qendror, për të na kthyer fëmijët, të ardhmen tonë, sepse jemi popull i braktisur. Mos shikoni Tiranën, hajde janë në Kuçovë, hajde në Berat, do shikoni ka 10 vjet thoshte, 10 vjet pa bërë një dasëm në Koricë dhe në Kregës. Imagjino se çfarë ndodhin, kanë ngel vetëm pensionistët, tokat nuk i punon njeri, ullin nuk i vjel njeri, e gjitha me radhë. Besoj dhe shpresoj që të ketë një reflektim të gjithë shqiptarët, por sigurisht një analizë perfekte e opozitës bashkuar dhe një bashkim real kundra këtij narkoshteti. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Ishim me Lefter Maliqin, zonja dhe zotrinj, drejtues politik i qarkut Berat Partia e Lirisë, ish deputet, ju falenderojmë për vëmendje.